Pas një viti hetime, SPAK ka finalizuar operacionin me 8 masa sigurie, 2 nga cilat arrest në burg dhe 2 arreste në shtëpi për abuzime në vlerë miliona euro tek Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit. Përkatësisht, drejtoresha e Akshit, Mirlinda Karçanaj, është vendosur në arrest shtëpie së bashku me zëvendësen e saj, Hava Delibashi, për shkelje të barazisë në tendera e kryer në formën e veçantë të bashkëpunimit, atë të grupit të strukturuar kriminal. Grupi strukturuar kriminal dhe kryerje e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi strukturuar kriminal. Arrest në burg është caktuar për biznesmenët Ermal Beqiri dhe Ergys Agasi, për të cilët masa e sigurisë nuk është ekzekutuar pasi nuk janë gjetur nga Byroja Kombëtare e Hetimit. Beqiri dhe Agasi akuzohen për konkurrencë e palishme nëpërmjet dhunës, heqje e palishme e lirisë, shkelje e barazisë në tendera e kryer në formën e veçantë të bashkëpunimit, atë të grupit të strukturuar kriminal, organizatë kriminale dhe grupi strukturuar kriminal dhe pastrim parash. SPAK tha zyrtarisht për mediat se hetimet vijojnë për zbulimin e fakteve të tjera penale dhe identifikimin e subjekteve të tjerë të përfshirë në këtë veprimtari të jashtëligjshme. Gerond Meçe është personi kyç i përfitimit të 53 milion euro tendera nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit. Meçe i është futur zyrtarisht biznesit të teknologjisë në vitin 2010, kur familjarët e tij i kaluan aksionet e kompanisë ABC. Në vitin 2011, së bashku me Armand Frangun, baxhanakun e kryeministrit Edi Rama, themelojnë kompaninë B360 dhe vetëm një vit më vonë largohet nga kjo kompani, të paktën me letra, pasi lidhjet mes tyre do të vijojnë për shumë vite me radhë, në mos si bashkaksioner, si 2 biznesmen që ndajnë të njëjtën adresë. Në shkurt të vitit 2020, Gerond Meçe do të themelonte një tjetër kompani, AIBS, e cila, siç rezulton nga dokumentet, bëhet pjesë e xhirimit të milionave të marra nga tenderat e Akshit. Sipas të dhënave të depozituara në QKB, kompania ABC ka një rritje galopante të faturimit nga viti 2012. Nëse në këtë vit, kur rilindja dhe Edi Rama nuk kishte ardhur në pushtet, ABC e Gerond Meçes kishte një xhiro rreth 131 milion lek në vit. Sot, ajo deklaron si xhiro plot 1 miliard e 865 milion lek, ose 18 milion euro. Burimi kryesor i të ardhurave të kompanisë së Gerond Meçes mbetet Akshi, por nuk mbesin pas as institucionet e tjera. Armand Frangu, baxhanaku i kryeministrit Edi Rama, sipas të dhënave të siguruara nga QKB, rezulton aksioner në 2 kompani, B360 e bashkëthemeluar me Gerond Meçen dhe Sirma, e themeluar në vitin 2017 me ortak kompaninë Sirma Inc, ku Armand Frangu ka në zotërim 45% të aksioneve. Të dyja këto kompani kanë si objekt shërbimet IT. Gloria Avramushi ka përfunduar studimet bachelor në vitin 2017 dhe menjëherë ka filluar punë pranë kompanisë Sirma, ku aksioner është Armand Frangu. Deri tani shihet qartë se Armand Frangu ka përfituar fonde publike përmes ish-ortakut Gerond Meçe. Kjo lidhje është faktuar dhe më parë midis kompanisë ABC dhe B360, ku sipas bilancave marrin dhe japin shërbime njëri tjetrit që nga themelimi. Nuk dihet nëse kjo është një marrëdhënie miq apo komshinj, pasi të ekspozuar përballë konfliktit të interesit, shkresërisht rezultojnë me biznese të ndara. Një tjetër lidhje e fortë mes bizneseve të Armand Frangut dhe Gerond Meçes është edhe vendndodhja e bizneseve. Të ndarë në letra, bizneset që i lidhin ata mes tyre kanë të njëjtën adresë. Kompanitë e Frangut dhe Meçes në periudha të ndryshme kanë deklaruar të njëjtën adresë, si kompania ABC, AIBS, Sirma dhe B360 në periudha të ndryshme kohore kanë deklaruar si adresë Njësia Bashkiake nr. 2, rruga Papa Gjon Pali 2, Pallati 11, por në apartamente të ndara. Sipas disa të dhënave që emisioni Plug mundi të mblidhte në kaq pak kohë, rezulton se në vitin 2016 lidhet kontrata me objekt rritja e sigurisë fizike dhe digjitale në shkollat e arsimit të mesëm, ndërtimi i platformës multidimensionale të komunikimit, autoriteti kontraktues Akshi dhe ofruesi i shërbimit Bashkimi i Operatorëve First, ABC dhe Infosoft. Vlera e kontratës mbi $4 milion. Gjatë investigimit të kësaj kontrate, Plug konstatoi një shkelje sa skandaloze, aq edhe korruptive. Në nenin 38.2 të kontratës, personat e autorizuar për ndjekjen e kontratës listohen punojësit e ngarkuar për të ndjekur ecurinë si për palën Akshi, pra shtet, ashtu dhe për palën ABC. Për Akshin, e dyta në listë është shtetasja Ermonela Kajo. Emisioni Plug investigoi dhe këtë akuzë të ish numrit 2 të qeverisë.
për ngritjen e një zinxhiri kompanish që synimin e vetëm kanë pasur justifikimin e shpenzimeve për milionat e marra nga akshi. Kompania AIBS është themeluar në shkurt të vitit të 2020 me ortak të vetëm shtetasin Geron Meçe. Sipas të dhënave të bilanceve të deklaruara në QKB, që në momentin e themelimit AIBS deklaron një xhiro prej 177 milion lekësh dhe 171 fitim. Në vitin 2021 xhiroja deklarohet rreth 200 milion dhe 177 milion fitim. Në vitin 2022 xhiroja rritet në 311 milion, nga të cilat 301 milion deklarohet fitim dhe në 23-shin xhiroja 262 dhe 185 milion fitim. Pra, e thënë me qartë për publikun. Geron Meçe fiton tendera publik në vlerën 53 milion euro me kompaninë ABS. Më pas, 10 milion euro nga këto paraja faturon sërish vetes te kompania AIBS. Me që kjo kompani nuk ka se çfarë shpenzimesh të deklarojë për punimet fiktive të deklaruara, raporton në tatime dhe QKB një norm fitimi prej 80%, duke e bërë këtë kompani unike në treg sa i përket fitimit të lartë. Dyshimi që ky xhirim dhe fitim prej 10 milion eurosh është totalisht fiktiv, ngrihet edhe nga punojësit e të dy kompanive, të cilët rezultojnë se janë të njëjtët. Geron Meçe është pronari dhe i punësuar tek AIBS, ashtu edhe tek ABS. Elinda Meçe, gruaja e pronarit, rezulton e 3 punësuar: AIBS, ABS dhe dekane e Universitetit Politeknik. Elvis Meçe, vëllai i pronarit, është i punësuar tek AIBS, ashtu edhe tek ABS, e njëjta skem. Punësimi tek të dyja kompanitë është përdorur edhe për punojësit Iva Tarelli, Aneta Deliu, Vanjela Bine, Ibrahim Smoqi, Jorgjis Sollaku, Harriet Bani dhe Miltjav Dine. Durana Tech Park është tashmë një realitet. Teksa po bëhet gati një vit nga prezantimi i këtij projekti, emisioni Plugu dhëtoi në Gjafzotaj të Durrësit për të parë nëse bizneset ishin futur në zyrat që u tregoi drejtoresha e Korporatës Shqiptare të Investimeve, Elira Kokona. Në realitet, në këtë zonë, jo që park teknologjik nuk ka, por për më tepër nuk ka asnjë shenjë punimesh që në një të ardhme në këtë zonë të ndërtohej një park i tillë, siç u përpoq Elira Kokona së bashku me Edi Ramën tu thoshte shqiptarëve. Veç projektit në letër, që në të vërtet kishte si synim krijimin e parajsës fiskale për vjedhjet e akshi, qeveria u kujdes që me një VKM të posaçme, pronën që ndodhet në një prej zonave më të përmendura për pronësi nga organizata kriminale, t'ia kalonte institucionit të drejtuar nga Kokona. Tashmë, me këtë VKM, ju hap rruga edhe nisi së punës për krijimin e Duranës, ku ndryshe nga sa propagandohej se do të shërbente për stimulimin e risive të teknologjisë dhe inovacionit, u shndrua në strehën e kompanive abuzuese me tenderat e akshit që SPAK i akuzon si grup i strukturuar kriminal. Sipas legjislacionit të krijuar edhe posaçërisht për këtë qëllim, Durana Tech Park ofron parajsën fiskale. Sipas të dhënave zyrtare në qendrën kombëtare të biznesit, deri më tani në Durana Tech Park rezultojnë të regjistruara 50 kompani, të cilat janë krijuar kryesisht gjatë 8 muajve të fundit. Shumica e kompanive që kanë regjistruar si adresë të biznesit të tyre parkun virtual në Gjafzotaj janë me pronësi shtetas shqiptar, ndërsa midis tyre ka edhe kompani të huaja që nuk kanë aktivitet në vendin tonë. Mes këtyre kompanive janë edhe ato të personazheve që tashmë sipas prokurorisë së posaçme kishin krijuar grup të strukturuar kriminal për të zhvatur tenderat e akshit, duke rrëmbyer madje edhe biznesmenët që tentonin të futeshin në garë për këto tendera. Ermal Beqiri rezulton pronari 11 kompanive. Sipas të dhënave të Qendrës Kombëtare të Biznesit, Ermal Beqiri ka themeluar në datën 21 gusht 2025 kompaninë Data Storm SHPK. Adresa e kësaj kompanie është pikërisht Durana. Gëzim Hoxha është një tjetër emër me mas sigurie nga sa akshit. Gëzim Hoxha është pronari në letra i kompanisë First, e themeluar në 13 gusht 2008. Vetëm pak javë para se SPAK të priste urdhër arrestet për grupin kriminal të akshit, Gëzim Hoxha themeloi 2 kompani, të cilat i regjistron pikërisht në Durana Tech Park. Andis Papa është një tjetër personazh i grupit kriminal të akshit. Edhe ky shtetas, njësoj si Gëzim Hoxha, vetëm pak ditë përpara se SPAK ta merrte të pandehur, krijoi kompaninë Quantec, që e regjistroi në tokën Djerë të Gjafzotajt, të quajtur Durana. Kompania Quantec u themelua në datën 14 nëntor 25
ndërsa ashtu si kompanitë e Gzim Hoxhës, Ermal Beqirit dhe të tjerë, nuk dihet se sa punonjës ka, ndërsa njësoj si kolegët, edhe Andis Papa themelon kompani Guack me vetëm 100.000 lek kapital. Por SITS është kompania e fundit e regjistruar në parkun virtual Durana. Kjo kompani është themeluar pak ditë më parë, në datën 20 janar 2026, me ortak shtetasin Alban Isteri dhe një shoqëri e quajtur Analema. Kapitali i kësaj shoqërie është gjithashtu 100.000 lek, ndërsa objekti veprimtari është fusha e teknologjisë së informacionit. Pra, është e qartë deri këtu se jo vetëm kompani që kanë përfituar 10 milion euro nga akshi, por edhe kompani që kanë përfituar tendera me vlera më të vogla, grante apo që kanë biznese të lidhura, që kanë marrë leje e koncensione, janë bërë pjesë e parkut teknologjik Durana për të shmangur pagesën e taksave dhe tatimin ndaj punojësve. Ndërkohë, një pjesë e kompanive të regjistruara në Durana janë kompani të huaja, pa asnjë aktivitet në Shqipëri që duket se do të përdorin këtë parajsë të vogël fiskale për të shmangur taksa e tatime.